Çfarë do të thotë nëse çdo natë ju del gjumi në këtë orë? Nëse nuk e dini, ka sisteme të brendshme dhe orë të ndryshme të trupit të cilat ndihmojnë në kryerjen e funksioneve trupore. Mirëqenia jonë shpirtërore dhe shëndeti fizik janë lidhur në mënyrë të direktë. Mjekësia tradicionale kineze i kushton vëmendje të veçantë energjisë trupore dhe shpërnguljes së saj në një zonë të ndryshme të trupit gjatë periudhave të ndryshme kohore. Nëse keni qenë duke u zgjuar nga gjumi në të njëjtën kohë vazhdimisht, kjo mund të thotë se energjia juaj është duke u bllokuar. Kjo pengon balancimin natyral dhe ciklin ndërsa organet tuaja kanë nevojë për energji për të shëruar dhe për të funksionuar si duhet. Ndër periudhat më të shpeshta kur njerëzit ju del gjumi është midis orës 1 dhe 3 të mëngjesit, që është një periudhë kruciale për detoksifikimin e trupit dhe procesin e rikuperimit të tij. Gjatë kësaj periudhe, mëlçia juaj liron toksinat ndërsa prodhon gjak të freskët. Nëse ju del gjumi në këtë kohë, atëherë mund të keni edhe probleme të imunitetit.